Ky emision mundësohet nga Podravka. Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur të Klan Kosovës, mirë se po takohemi në një tjetër epizod të emisionit Pasion e Profesion. Kjo është edhe epizoda e fundit e muajit të Turqisë, do e kemi shef Ozan dhe shef Ali këtu në studio përsëri, por së pari dua të falenderoj Podravkën, e cila mundson çdo realizimin e këtij emisioni. E ne do ndjekim po ashtu edhe këtë javë një material tjetër të xhiruar në Stamboll dhe do rikthehemi menjëherë këtu në studio për të biseduar më shumë me shef Ali dhe shef Ozan. Dashur, jemi në një epizod tjetër të Pasion e Profesion për sëri në Stamboll. E kësaj radhe kemi vendosur që të kemi në fokus diçka tjetër. Do kemi pra në fokus disa prej qendrave tregtare më luksoze të Stambollit. Pra, disa nga markat më luksoze në të gjithë botën gjenden këto. Ne do e shohim edhe për nga brenda si duket, por edhe kjo pamja nga jashtë është vërtet fantastike. Do kemi edhe një intervistë në një restorant, por vetëm pas pak, kështu që mos harroni të na ndisni deri në fund të emisionit për të parë më shumë. Sot jemi në një vend tjetër të Stambollit, jemi në Ataköy tek restoranti Masmavi, një restorant i peshkut shumë i mirë, me një ushqim fantastik, por gjithashtu i specializuar në ushqimet të peshkut. Sot kam vënë në kënaqësinë ta bëj një intervistë me shefin e kuzhinës të këtij restoranti, pra bashkë me Furkan Salam. Hoş geldin, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Thank you for welcoming us here and thank you for doing this interview. Pra, po e bëjmë këtë intervistë, do e bëjmë në gjuhën angleze dhe në gjuhën turke, por do e keni nderin dhe kënaqësinë të na tregojnë më shumë edhe unë, por edhe ju shikues të dashur, zotri Furkan rreth ushqimit në këtë restorant, por gjithashtu edhe rreth specialiteteve të tij. Mr. Furkan, how long have you been a chef and how long have you been working here at Masmavi restaurant? Ben Masmavi restoranda 20 yıldır bu meslekteyim. 20 yıldır yapıyorum. 36 yaşındayım. 16 yaşında falan girdim mesleğe. Çocukluğumuzdan beri mutfağın içerisindeyiz. 20 yıl oldu ortalama. Biz bu dükkanı açalı 2 yıl oldu. 2 yıldır da bu dükkandayım. Biz daha önce de 4 yılda diğer şubede, bizim
İstanbul Küçükçekmece'de bir şubemiz daha var. 4 yıl orada, 2 yıl burada. Toplamda 6 yıldır Masmavi bünyesindeyiz. Bu dükkanda 2 yıldır buradayız ama. What kind of cuisine does Masmavi have here? Bizim burası balık restoranı, deniz ürünleri tamamen. Menümüzde yine soğuk meze üzerine çeşitlerimiz de var ama asıl restoranımızın sunduğu hizmet deniz ürünleri tamamen. Denizden ne çıkarsa hepsi mevcuttur. Do you use local products in your menu? Evet, kullanıyoruz. Ya bir kere zaten balıklarımız kendi denizlerimizden, Türkiye'nin denizlerinden gelen deniz ürünlerini kullanıyoruz tamamen. Yine kullandığımız mezelerde ve ara sıcaklarda yerel ürünlerimiz var. What are the most requested specialties from your customers? Spesiyel ürünlerimiz var menümüzde ama en çok tercih edilen spesiyel ürünümüz altın top dediğimiz bir ara sıcağımız. Yine masmavi tartar dediğimiz biraz önce sizin de tadına baktığınız bir başlangıcımız var. Tamamen bize has, bize özel ürünler ve güzeldir. Müşterilerimizin en çok tercih ettiği ürün. And what kind of customers visit the restaurant? Locals, tourists? Restorantı genelde yerli, kendi Türk halkımız biraz daha tercih ediyor. Ya bölge olarak burası çok turiste hitap etmediği için belki Ataköy. Ama diğer şubemizde de daha çok turist müşterilerimiz geliyor. But how do you try to make the customer experience unforgettable? Müşterilerimizin burada unutamadığı şeyler bizim kendi spesiyallerimiz olduğu için bizim burada yediği ürünleri başka yerlerde yemiyorlar daha çok. Tamamen kendi spesiyallerimizi yaptığımız için bu da müşteriye farklı deneyim sunuyor. What have been the biggest challenges you have had as a chef here or in other places? Mutfakta çalışmak zor iş. Evet, zorluklar var ama biz bu işi sevdiğimiz için çok da zorluklara kulak asmıyoruz. Biz tamamen severek yapıyoruz işimizi. O yüzden zorluklar bizim için çok önemli değil mutfakta. And can you tell us what has been the most successful or unforgettable experience being a chef? Unutulmaz anımız burada müşterilerimizden teşekkür aldığımız zaman, beğenildiği zaman, onları mutlu ettiğimiz zaman bizim için unutulmaz bir an oluyor bu. Bizim en çok mutlu olduğumuz ve unutamadığımız anlar bu anlar. And what makes your cuisine more special than others? Diğerlerinden özel kılan şey bizim mutfağımızı. Dediğim gibi tamamen kendi spesiyallerimizi çalışıyoruz. Ürünlerimiz bize has. Yaptığımız ürünler Masmavi restorantına has ürünler olduğu için bizim özelliklerimiz bunlar. Can you tell us your secret? How do you select the menu and adapt it to the taste of your customers? Deniz ürünleri, biz burada deniz ürünlerini biraz daha normal klasik restoranlardan ayırdık. Biraz daha yeni nesil çalışıyoruz. Bu da müşterilerimiz için böyle özel şeyler oluyor. Tamamen özel şeyler yaptığımız için o da müşteriye yansıyor. O da onlar için tamamen güzel oluyor. But are there Albanian tourists or from Kosovo? Ben burada çalıştığım sürede çok rastlamadım. Siz geldiniz, sizi gördük. Evet, siz buradasınız. Ama tabii ki de bekliyoruz. Arnavut müşterilerimiz her zaman, Kosovalı müşterilerimizi de burada bekliyoruz. And for the end, what's your favorite food? Favori yemeğimiz soruyorlar. Birçok ürünümüz var. Şimdi saysam 15-20 tane. Ama biraz sonra size vereceğim. Favori yemek getireceğim. Okay. Orada bakarsınız. We can wait to try it. Pra shkuar së dashur, kjo ishte edhe intervista me shef Furkan Sallan, këtu tek Masmavi, në këtë restorant kaq të mirë. Ushqimin besoj që e keni parë, është fantastik, por edhe shihen e ka fantastike, kështu që kur të vini në Istanbul duhet të vini patjetër këtu. Thank you so much. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Nice to meet you. Afiyet olsun.
të dashur, Stambolli ka të bukurën e vet edhe në mbrëmje. Ne jemi rrugëve të ngushta të Stambollit, duke shijuar pra këtë bukurinë e tij, por gjithashtu edhe këto rrugicat e ngushta të cilat jemi. Unë jam duke I provu disa prej ushqimeve më tradicionale të Stambollit. Jam këtu përballë disa llokumeve shumë që po duken shumë të shijshme, ende si kam provu, po I provojmë bashkë. Edhe po e marr ndoshta një paketim për kolegët e mi në Kosovë, të cilët janë atje. Hi! Hello, welcome. Një specialitet tjetër rrugëve të Stambollit është edhe fresh wrap. Ne do e marrim një dhe do e provojmë për herë të parë këtu në Stambol. Gjithashtu po shpresoj që ka më pëlqyer edhe pse duket gjithmonë shumë e shijshme. Hi, can I order one fish wrap, please? Tash po e përgatisim dhe po e presim që më e provu në fund dhe më tregu shihen e vërtet, kështu që vini në Stambol të keni pak djeni edhe të vini të merrni një fish wrap të rrugëve dhe ta shijoni pse jo. Është shumë e shijshme, sepse edhe përbërësit shtesë që I ka, po e bëjnë ende më të veçantë shijen. Unë I kam thonë me I vendos gjithçka, pra gjitha produktet që I kam pas ekstra, kështu që ju mundi me I zgjedhë dhe me provu edhe fish wrap. Shikues të dashur, u rikthyem pra pasi ndoqëm edhe materialin e përgatitur në Stambol të Turqisë. Ka qenë një eksperiencë vërtet fantastike e gjithë udhëtimi në Turqi, gjithashtu është edhe eksperiencë fantastike me pas Shef Ozan dhe Shef Ali këtu në studion e Pasion e Profesion. Shef Ali, si kalove sot? Çka po bën? Çka po bën? Pun. Pun? Yes. Okay. What's the dish for today? Today dish main course slow cook. This is mohair beef cake. Okay. Mohair beef cake. Underside side dish pumpkin, pumpkin puree, and beef sauce, demi-glace sauce, demi-glace sauce and 2 days. Okay. Yes. Cook. 2 days cook. Yes. And beef same. 5 hour, 6 hour cook, and fennel, Yes. fennel, Yes. Fresh fennel, and garlic. And How's your sauté. time here in Pasion e Profesion? Here, Yes. here for total, all 25, 26 years. Okay. Okay. Istanbul working, first Istanbul. And You can talk in Turkish. You can talk in Turkish, Okay. yes. İstanbul'da çalıştım. After Turkmenistan, 3 years. 1 year Moscow. And 4 years here. Here. Why years. Kosovo? Good. I like it. Relax. Relax city. Okay. All relax city. Relax në Kosovë. Not same Istanbul. Okay. Po shkojmë për përshëndesim pra edhe Shef Ozan. Hi Ozan. Hello Ariana, How welcome. are you? I'm good, Welcome and you? back. Another week here. Thank you so much. Yeah, we are here again. It's the So, fourth time, it's the fourth episode here Exactly. in Pasion e Profesion. I'm very familiar right now with you guys, and
which is front back, which is the back side, which is the front, and everybody. I'm happy here. So what we are going to do today? We are going to make it Turkish mantı, but not with the ground beef, not with the kıyma. Okay. We are going to make it with the beef. Okay. And which is the lamb beef, and we will make it with the. We cook it already before, Yes. and we will make it homemade mantı, and we have ingredients here, and which is we are using the Karaca machine Yes. also here. So I think this is the right time yeah. to tell everyone how it's work. Yeah, exactly. Okay. Exactly. So can we start it? Yes, of So course. what I put it inside right now, I made it before the dough because it must be Yes. stay like half an hour Yes. to get relaxed the dough. So we made it before the dough is ready. So the egg, flour, salt, and water. That's it. Okay. So we need this like a little bit hard dough to open it nicely. It's a kind of like Italian pasta, but which is very close to Turkish way. Yes. We are making today. So we have a boiled water here, so which is ready. When we're done, we will boil it and we will make it the nice presentation. Okay. Yeah. Pra për të gjithë ju që jeni në shtëpi tani për momentin, nëse dëshironi me përgatitë manti në shtëpi, pra e keni rajsin të mësoni një recet pak më ndryshe nga ato mantit të cilat I bëjmë ne zakonisht, pra mundeni të përdorni edhe mikserin nga Karaca, cilën po e përdorim tani në studio. Është një mikser vërtet fantastik, siç na tregon edhe Ozani që gjithmonë produktet, pra të gjitha enët dhe pajisjet e kuzhinës nga Karaca janë fantastike, të cilat ne I përdorim këtu në studion e Pasion e Profesion, por gjithashtu I përdorim edhe në shtëpi, sepse I kam bler disa pjata dhe disa pajisje kështu të kuzhinës në Karaca. I was telling them about the Karaca elements here that we have. Okay, so let me start it because my dough is little bit must be turn it in the machine. Okay. Yeah. Okay, Let's of we course. start it. So here we're pressing. What's the secret of a perfect manti? I think you have to open very thin, like not too much thick, not too much thin. It must be the balance. When you cook it, when you boil it, it must be the feel it like a transparent, little bit. So you will feel the more tasty after that. If you make a thick dough, it will be. You cannot put it in your stomach. You know, it will make disturb your stomach. Will be get pain after that. You know, that's why. So let me start it. Okay, so you're free to start. Yeah. 1 minute. Pra shef Ozani është duke u bërë gati. Chef Ali, Yes. what's your favorite food? All food favorite. Do you have All food. all food? All food. Okay. And what's the most difficult one to prepare? Ma I vështiri me përgatit. Ozan bir söylesene. Anlamadım orayı. Tekrar. Ozan, can you translate? Ha. Haydi. Which is the most difficult food to prepare for Chef Ali? Yeah. Ha, en iyi yaptığım şeyi soruyorum da. I didn't understand. Again. What's the most difficult food for Chef Ali Yeah. to prepare? En zor yaptığın yemek diye soruluyor. Yok. Yok. He don't have any difficult food. Okay. You know. Ama var. Yeah. Have. Baklava. Baklava, yeah, okay. baklava, which is very, it's taking the process, as I told you, the long process. Yes. It must be the 45 flour, which is original baklava, 45 flour, and which is must be the very thin. Okay. If you, as the same like a mount, imagine it. If you make it, the dough is thick, it will be not good tasty. I love baklava with ice cream. Why not? Which is Marash ice cream. We have in Turkey one city
and they have it from the goat milk. Okay. So they are making the Marash ice cream, which is very strong and it's not melting easily. Okay. You know, which is very tasty as well. Okay. You feel like you are eating like a 100% ice cream. Okay, Yeah. that's great. Shikues të dashur, po shkëputemi për në një blok të marketingut, deri kthehemi vetëm pas pak bashkë me shef Ozan dhe shef Ali. E shikues të dashur, nëse dëshironi receta të shpejta për të gjithë ju që nuk keni kohë, atëherë Shef Andi ka më na treguar disa receta me produktet e Zovade nga Katari. Ai do përgatis disa receta me këto produkte, të cilat do i bëj shumë shpejt dhe për të gjithë ju që dëshironi receta të shpejta të shijshme për 10 minuta të cilat bëhen gati, atëherë mundeni me i ble këto produktet e Zovade nga Katari, të cilat mund t'i gjeni në Kosovë dhe t'i shijoni ato shpejt. E ndjekim pra edhe materialin e përgatitur nga Andi, recetën e tij dhe rikthehemi përsëri në studio. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e emisionit Pasion e Profesion. Si çdo javë tjetër, dhe sot kemi vendosur me bën një recetë me këto produktet e shpejta të Zovades, të cilat vijnë prej Katarit. Sot kemi vendosur me bën një shawarma me mish të kuq. Do ta shoqëroj me pak petë të pjekura edhe me pak sallatë anash. Chef Ali, Chef Ozan, you're helping each other. Yeah, for sure. Because you know. Can I help you? Yes. Because you know, this is like taking time. Okay. So that's why it will take time a little bit. So that's why we have to do it Together. together. You know. Okay. So how's everything going? Yeah, all good. I think all it's good that you work together here now. Yeah. Okay. So these are so small. Exactly. So Okay. this is the most important things. We have to make it smaller Okay. and thin also. Okay. Yeah. And this is big actually. We have in Turkey, which is in the Kayseri. Smaller? Yeah, which is in Oh. the Kayseri, smaller than this. They are putting in the one spoon 40 pieces. Okay. Imagine the one piece spoon, 40 pieces. 40 pieces manti, like which is very small. Did you use any podravka ingredients? Yes, I use it dry times. Okay. Yeah, for the salt Okay, and the pra. pepper. Ozani ka përdorur në recetën e tij edhe oregano nga podravka. Okay, so that's great. I think that I can help you here. It will be Too many hands. it will be very tasty. Yeah, can't wait to try it.
Mendoj që më së bashku pra edhe recetën e Andit, e cila është bërë me produktet e Zovade nga Katari. E ta shumë po e shoh se çfarë po bëjnë dy mysafirët, Shef Ali dhe Shef Ozan. Shef Ali, Yes. si po shkon gjithçka? Yes, ready. You are ready. Ready. Okay. Ready. All ready. Çok güzel. Çok güzel. The Şomber. smell. Yes. Pra po e presim edhe Shef Ali duke u bërë gati recetën. Ozan, Yes, please. how's everything going? All is good. We done with the manti, and we are boiling right now, and it will be ready after 5 minutes. Okay. And our sauce is ready, which is after the boiling. We will make it Okay. saute with the passata Okay. tomato paste. Okay. We use it already. Pra Ozan po e përdor në këtë recetë pasatën nga Podravka, e cila besoj që do e bëj shumë të shishme, edhe pse nuk ka dyshime të Ozanit, sepse Ozani të gjitha ushqimet I bën fantastike. Ozan, you cook very well. Thank you so much. Thank So you so who much. has taught you the most about cooking? Who told me to go chef? Get the chef? Yes, I didn't and get it. who taught you more about cooking? Did you have any mentor? Yeah, of course. We are, you know, we are following all the time. Like. Have you been influenced by someone? No, I didn't. I didn't Okay. be. I didn't be. So do you have any professional dream, like to own your restaurant? Like, or yeah, I something? would like to be open to my own restaurant, of course. Who don't want these dreams? You Yes, know? of course. And the right time, in the right place, and we have to. I have to open it. Why not? It can be. Maybe in Kosovo? Oh, who knows? Who knows? Who knows? Okay. Maybe. But Yeah. Ozan, can you tell us something about the traditional dishes in Turkey? Are Adana they kebab. being Adana modern, kebab. or Sorry? are they sticking to the traditions? See, we have Ariana. We have in the Turkey, which is local food, and you can find it in every street. Yes. The Adana tried kebab, something. pizza, Yes. doner, and everywhere you can find it. Yes. But we have a lot of good and good success chef in Turkey as well, which is they are working in the 5-star hotel, in the restaurants. They are working and they are serving the like international fusion kitchen as well. So we have a two like a which is street food, which is local food. We have it, and of course we have a very international food who is serving the good one Yes. also. And Yeah. what's your favorite traditional dish from Turkey? From Turkey, of course, Adana kebab. Oh, okay. Adana kebab Why? is and doner. Okay. Have you tasted like Yes. doner in Turkey, like which is with the wood fire? Okay, In- yes. Yeah, it's very Very good. amazing. It's- Like It's much different, like the exactly, dinners that exactly. we eat in other Because, places. You know, we have it in Turkey. Let's say almost 1975 or 65. I'm not remembering right now. And I know one place in Istanbul. They are 1965 or 75, if I'm wrong. They all from this time to till now. Oh. They are going to serve for dinner for the people. Imagine it. It's very famous in Turkey as Yes. well, and people love it. People love it, the doner, and especially which is the, as I told you, Very wood fire. tasty. Yeah. It's very tasty, very tasty. Yes. So our mantu also, of course, the very tasty. Yes, I will try it. I can wait to try it. You know. E shikues të dashur, për shkëputemi për një blok tjetër të marketingut dhe rikthehemi vetëm pas pak këtu në studio.
Shikues të dashur, u rikthyem pas bllokut të dytë të marketingut këtu në studion e Pasion e Profesion. Tani jam tek këndi i Premium Bakery. Ju tregoj për disa nga produktet e Premium Bakery, të cilat kanë bukë të shumta, të shumëllojshme. Gjithashtu janë këto bukët e thekrës, pra janë bukë të tosit për të gjithë ju që dëshironi me marrë në punë ose me ngrënë diçka sa më shpejt në shtëpitë juaja. Ka edhe kifle të ndryshme të cilat janë me aerokrem, janë me gjem të ndryshëm dhe gjithashtu janë shumë të shishme të cilat mundeni të gjeni në të gjitha pikat e Premium Bakery. Pra, pikat e Premium Bakery besoj që e dini që e keni gati në të cilën lagje. E unë tani po juftoj të ndjekim së bashku dhe recetën e artës dhe rikthehemi përsëri këtu në studio për të shijuar recetat e mrekullueshme nga shef Ozan dhe nga shef Ali. Përshëndetje, po fillojmë një emision tjetër me mua Artën, duke përgatitur së bashku ëmbëlsirën e shumë kërkuar Bounty, do thotë çokolata me kokos. Përbërësit janë qumësht, sheqer kyçel, miell kokosi dhe çokoladë qumështi. Fillimisht, qumështin e përziejmë mirë me sheqerin dhe kokosin. Të gjitha këto i përziej mirë në flakë të ngadalshme derisa masa të humbet lagështia. Do të bëhet e njëtrajtshme. Është bërë kështu, do të janë humbur gjitha lagështit dhe derisa masa të ftofet, ne marrim çokoladën për ta shkrirë. Me që tani është ftohur masa dhe çokoladën e kemi temperuar, fillojmë me përgatitjen e monoporcioneve Bounty. Tani ngadale e mbulojmë desertin me çokoladë në këtë formë. Secilis ngadale atlisim çokoladën. Mundemi me i dekoru sipas dëshirës. E që është ëmbëlsirë elegante, duket bukur edhe në pjatë, edhe në prezencë. Që monoporcionet janë ftohur, ne provojmë t'i heqim nga kallapi dhe t'i vendosim në një enë të përshtatshme për shërbim. Ëmbëlsira Bounty është gati dhe ne tani mundemi me e provu ta shohim se si është. Ndoshëm së bashku edhe recetën e ëmbël të artës, e tash është koha të provojmë edhe të shijojmë recetat e shef Ozan dhe shef Ali. You can come here. E derisa po i sillin edhe pjatat përfundimtare, prapë ju tregoj pak edhe për këto enët e bukura të Karagjës. Ky seti aq i bukur që e kemi edhe këtë epizod në muajin e Turqisë. Gjithashtu është edhe ky seti tjetër fantastik të cilin e kemi nga Karagja. Can I come inside again? Yes, of course. Yeah. Be in the middle.
Okay, so can you tell me about these dishes? Okay, today we make it homemade Turkish mantı, but normally we are using in the Turkish mantı ground beef, which is kıyma. So today we didn't use it the kıyma, we make it with the slow cooked beef inside, we put it inside as well. So on the top we have a Greek yogurt and some spicy, red chili spicy and green onion. And the passata sauce. Yeah, and the passata sauce for sure, which is main items for mantı. Yeah? Chef Ali, Yes. can you tell me in Turkish for your plate? Turkish. Slow cooked beef, Okay. beef cake, and fennel, pumpkin puree, and demi-glace sauce. Okay, I will try them. Yes. Enjoy. I really love the taste of it. It was such a pleasure to try these dishes. Faleminderit shumë. Welcome. Shumë e shishme. Thank you. Thank Çok you. teşekkürler. The both meal. The both meal. Ishin vërtet pjata shumë të shishme, shumë fantastike. Ozan, thank you for being here You're for most one welcome. month. Anytime, anytime. For the month of Turkey. We are ready to make it something good things for here to show the people who is watching us in the TV. And I'm so excited to work it together, believe me. And today the Chef Ali came, and it's a pleasure to work with you together to here. I'm so happy. Faleminderit. You are most Shumë welcome. faleminderit. Okay. Chef Ali, thank you so much. It Nothing. was a pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. E shikues Thank you. dashur, me këtë epizod pra po e përmbyllim edhe muajin e Turqisë. Ishte vërtet kënaqësi që të kemi Ozanin për 4 javë, por gjithashtu Andin që e kemi pas 2 javët e kaluara, por gjithashtu edhe Chef Ali që ka qenë këto 2 javët e fundit në Pasion e Profesion për muajin e Turqisë. Ne do e kemi një muaj tjetër, por nuk ju zbuloj më shumë, do e kemi gjatë një muaj fantastik në një vend tjetër. Do shkojmë, do e shohim, do vizitojmë shumë restorante të ndryshme, por qëndroni me ne sepse në vazhdim do të kemi edhe shumë surpriza. Faleminderit shumë Ozan dhe Andi dhe Ali. E ne po ju falenderojmë edhe juve shikues të dashur që gjithmonë gjeni kohë dhe përcjellni Pasion e Profesion, por gjithashtu të gjithë ekipën e Klan Kosovës, gjithashtu edhe ekipën tonë të mrekullueshme që e kemi këtu në Pasion. Dhe unë dua të falenderoj në fund si gjithmonë Podravkën, e cila mundson çdo realizimin e emisionit Pasion e Profesion. Ne shihemi përsëri javën e ardhshme. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga Podravka.